Në gjykimin tonë nuk vlerëson që ka ndonjë blokad në buxhet nga qeveria që ka qatë ndikim kaq të madh që me cenu mbarvajtjen e procesit mësimor në komuna. Pasi që unë rikujtoj që këto buxhete janë të mirat, po që se propozohen në kohë të duhur dhe miratohen në kohë të duhur nga komunat, në asnjë moment nuk vlerësoj që qeveria mundet me blloku dikën. Në gjykimin tonë, komunat menaxhojnë me buxhet signifikant, të cilën në asnjë moment nuk në secilin rast, edhe po sikur të bllokojë nga qeveria, nuk do duhet ta cenonte atje të ushqyrit nga kuzhina e qytetit për nxënësit e shkollave ose nxënësit e institucioneve parashkollore. Tash ajo që unë ndjej keqardhje është që rasti merr konotacion politik, me qasë edhe për përfitime elektorale, pa asnjë moment, asnjëherë nuk gëzon që në një kontekst elektoral më na dëmton nxënësit atje në të mos ushqyerit në kohë. Unë nuk gëzoj me menu që dikush i dëmton nxënësit në emër të një fushate elektorale. Unë besoj shumë në përgjegjësinë e dyja palëve, në këtë rast edhe komunave që me shfrytëzu në eficiencë të plotë dhe gjitha resurset për furnizim atje të shkollave me materiale mësimore, me energjinë elektrike, të ushqyerit të gjithë nxënësve pa përjashtim që furnizohen nga kuzhina qendrore. Pra është përgjegjësi e gjithëve, jo vetëm politike, po mbi gjitha edhe njerëzore, që mos me cenu asnjë nxënës të asnjë shkolle. Mësimi tërditor na është dëshmuar se një politikë e mirë, e cila padyshim e kërkon edhe një model të qëndrueshëm. Pra, ajo që na dojna me pa është që ato shkolla që kanë qenë në pilotim ose që kanë qenë në zbatim për këto 2 vite tashmë, të na replikohen në tërësi për gjatë gjithë komunës, po edhe të shpërndahet si praktike mirë edhe në komuna tjera. Mirë, po për me bo këta, padyshim kërkon investime kapitale, në mënyrë që me pas hapësira të mjaftueshme të shpërndara si mësim tërditor, jo vetëm për nivelin e parë, po edhe për nivelin e dytë, po edhe alokim në risorse të tjera, në planifikim të mirëfillt të aktiviteteve të pasditës, në mësimdhënës adekuat për zbatim të aktiviteteve të pasditës, në hapësira të duhura për zbatim mësimit tërditor, në kuzhinë dhe të ushqyer të duhur, gjitha ato që në tërësi e kompletojnë qatë eksperiencën e mësimit tërditor në cilin do komunë dhe në cilin do shkollë që zbatohet. Në vlerësimin tonë, në qato shkolla që ka pas zbatim dhe që ka pas një udhëheqje të mirë nga drejtoria e shkollës, padyshim ka na është dëshmuar një model i mirë i mësimit tërditor. Mirë, po për këtë na nevojitën statistika, na nevojitët evidencë për me kuptu se cili ka qenë ndikimi në mirëqenien e nxënësve, cili ka qenë ndikimi në proces mësimor, po ashtu në të arriturat e rezultateve. Unë vlerësoj që komuna ka buxhet të mjaftueshëm në ata që është përgjegjësia e saj dhe ata që ja garanton edhe ligji për qeverisje lokale. Shpërësi e komunave me menaxhu me institucione mësimore, sikurse që është edhe përgjegjësia e tyre kërkej komunitetit